Krijohet përshtypja që znobohet, I them, çfarë znobohet? Sa kupa ka ky? Ky nuk ka 200 kupa, nuk ka as kup ligë, as kup mbretëreshe, as kup mbreti, as Champions League, as Europa League. Ti ke një kampionat që njëri do fitojë dhe ke një kupë Shqipëri, nuk e znobon njëri kupën. Po. Edhe pse ndonjëherë është bërë një marrëveshje kështu e fshehtë që kur kanë ndeshjen kampionatit që unë nuk e dua kupën. Ec ti se. Ndërkohë që në kupën e Shqipërisë ti me 7 ndeshje ti në finale dhe merr një trofe. Dhe shkon në Europë, siguron Evropën. Kupa e Shqipërisë bëhet e rëndësishme, nuk është trofe për të znobuar, nuk ka magnitudën e kampionatit. Po, është prapë e rëndësishëm, sidomos për Gnatën që nuk ka një histori të jashtëzakonshme. Edhe për Dinamo që do të rrimësohet me kupa. Po, tamam, e vërtet. Dhe këtu fuzë Superkupën, unë do ta fitoj Superkupën po të jem fush. Po sigurisht që jo normal. Nuk kemi Bayern Muniu që nuk ka vend për të vendosur kampionatin, jo më marrë Superkupat. Ku shkove te Bayern? Vendos të mund të thonë Manchester United për shembull. Glend. Edhe Manchester United duhet të rrimësohet me kupat. Po këtë pra këtë thuaj. Nuk flitet shpinën e varur për ditar, por Messi do e ka përcjellë një moment. Okej, jo më do flasim s'ka problem. Okej, dakor.